Në momentet më të vështira, çdo sekond është e çmuar dhe çdo veprim mund të shpëtojë një jetë. Në këtë episod të podcastit Shëndetin Rend Parë, e mbështetur nga United Hospital, kemi kënaqësinë të mirëpresim doktorin Petrit Mulaku, mjek specialist në departamentin e urgjencës, si dhe drejtori i departamentit të emergjencës dhe koordinator për cilësi në United Hospital. Me një përvojë të gjatë në përballje me rastet më kritike të shëndetit, doktor Mulaku do të ndajë me ne sfidat e punës në vijën e parë të sistemit shëndetësor, aty ku çdo sekond vlen dhe çdo vendim mund të bëjë dallimin mes jetës dhe vdekjes. Në këtë bisedë do të flasim për çfarëdo që ndodh pas thirrjes së urgjencës, cilat janë gabimet më të zakonshme që bëjmë ne si qytetar në raste emergjente, si trajtohen pacientët dhe shumë çka. Do t'ju uroj mirëseardhje doktor Mulakut, përshëndetje dhe mirëseardhje. Përshëndetje Elvie, faleminderit shumë për ftesën. Doktor, pak a shumë para se të vim në podcast, unë e bëra një hulumtim, nuk mund të them hulumtim, po u mirë informova për backgroundin tuaj profesional. Dhe në rreshta do të lexoj që nga viti 2012 ke ushtruar praktik në Emiratet e Bashkuara Arabe. Por gjithashtu ke marrë pjesë edhe në disa spitale shumë të rëndësishme në Emirate. Hajde fillimisht më trego se çfarë ju ka lidhur me Emiratet e Bashkuara Arabe edhe sa keni qëndruar atje? Po fillimisht ka qenë një ofertë e punës vitin 2012 ka një spital atje, cilët kanë qenë kërkimësi për të profesionistëve shëndetësor, pastaj kam marrë kontakt me ta, kemi kriju ato kontaktet e para, intervistat, diskutimet, gjitha ato, dhe pastaj kemi rënë dakord që me vazhdu karrierën atje. Domethënë, pe shtatorit 2012 jam zhvendosur, është njëjti vit kur kam përfunduar specializimin e mjekësisë emergjente. Që pe shtatorit 2012 jam zhvendosur në Emiratet e Bashkuara Arabe, me njerë moshtë bashkangjitë edhe familja, shoqe bashkë fëmijë. Kemi qëndruar atje 12 vite, kam punuar në spitale të ndryshme, përvoje të ndryshme. 12 vite në Emirate. Po, saktësisht. Si ju ecën këto 12 vite të jetës me familjen tuaj atje? Me angazhime, me punë, me lëvizje, një kohë kam jetuar mes Prishtinës dhe mes Abu Dhabit. Një kohë ka qenë kur familjen se kam pas atje, kam pas në Prishtinë, kështu që jemi dinamik mjaft agresive të ashtu kushtimisht. Po është e kalu me kohë, me durime është e kalu, tash që një vit, atë një vit jam kthy në Kosovë dhe jam vendosur Kosovë edhe me punë, po edhe me po nuk kam ato udhëtimet ato lëvizjet. Jeni ambientuar me punën këtu? Po, gjithsesi, kam punuar edhe para se me shku në Emirate, kam punuar në sektorin publik në Kosovë, kështu që nuk është që kam qenë pa njoftuar ashtu me. Pra, gjatë gjithë kohës ke qenë në rrjedha edhe të mjekësisë në vendin ton, por gjithashtu ke operuar dhe në një vend që nuk është shumë afër nesh, është shumë larg. Nuk është shumë afër nesh, po tash to lidhjet me linjat ajrore gjitha këto tash po ka opsione ndryshme, kështu që Mirë, tash t'i kthehemi pak emergjencës. Po. Cilat janë situatat më të zakonshme që trajtohen në urgjencë? Normalisht çdo ndryshim akut në shëndetin ose në gjendjen e individit konsiderohet si situatë emergjente, pse jo të gjitha janë rrezik për jetën apo për shëndetin e individit. Mirë, po çdo ndryshim akut i gjendjes shëndetësore konsiderohet si emergjent. Tash këto ndryshime akute mundën me qenë ose se shkak e smundjeve akute, mundën me qenë se shkak e lëndimeve të ndryshme, mundën me qenë komplikime të smundjeve kronike, shumë kemi një problem kronik, cilin e menaxhoni mi, po në një moment të caktuar kohor, ju komplikohet gjendja edhe duhet të shkoni në emergjencë. Janë helmimet e ndryshme, janë çrregullimet e ndryshme të statusit mental, për shembull, çrregullimet psikiatrike, janë përmend edhe traumat, janë emergjencat mjedisore, domethënë emergjencat si vinë si rezultat i ndikimit të faktorëve ambiental në shëndetin e njeriut, për shembull, temperaturat e ulta, temperaturat e larta, mbytyjet në ujë, kafshimet e kafshëve të ndryshme, të rrezikshme kështu me radhë. Kështu që normalisht çdo ndryshim akut i gjendjes së shëndetit konsiderohet si emergjencë, edhe pse jo të gjitha janë të rrezikshme për jetën. Mirë, po çdo ndryshim akut duhet të paraqiten në departamentin e emergjencës apo të urgjencës. Po doktor, kur duhet që ta telefonojmë urgjencën edhe kur duhet të trokasim tek një mjek familjar, në cilat raste? Po ashtu siç potencova, çdo herë kur kemi një ndryshim akut në gjendjen shëndetësore, duhet të kërkoni ndihmë mjekësore. Mirë, po ju duhet, domethënë, njerëzit duhet të dinë disa simptoma të cilat
janë më serioze dhe tregojnë se diçka serioze po ndodh në organizëm. Për shembull, dhimbja e gjoksit, çdo dhimbje e gjoksit duhet patjetër të lajmërohet në Dhimbja apo dhe shtrëngimi i gjoksit, Dhimbja, sepse kemi edhe shtrëngimi, raste po. të shtrëngimit. Po konsiderohet se çdo lloj diskomforti, çdo ndjenje paratis në gjoks duhet të paraqiten në departamentin e urgjencës, paktën të bëni një EKG dhe një enzim kardiak. Sepse rreziku mund të jetë i zemrës. Rreziku mund të jetë i zemrës, rreziku mund të jetë i anëve të gjakut të mëdha të cilat ndodhen në kavitetin e gjoksit, mund të jetë anë të gjakut të mushkërive, ka edhe emergjenca mushkërore të cilat gjithashtu janë të rrezikshme për jetën e kështu me radhë. Kështu që çdo dhimbje, çdo diskomfort, çdo ndjenjë parahatije ose çdo frymëzanie në gjoks duhet të paraqitet në departamentin e emergjencës. Pastaj simptomat neurologjike, për shembull çrregullimet në të folur akute. Mund për një herë humbja aftësinë, belbëzimet e gjitha këto, ose humbja e fuqisë muskulore në një anë, ose humbja e ndjenjës, për shembull mpirja e gishtit, mpirja e fytyrës e kështu me radhë. Pastaj emergjencat të zemrës, emergjencat abdominale, dhimbja e fortë në abdomen, e cila përcillet edhe me vjellje të vjellura të mëdha. Pastaj që përmenda helmimet e ndryshme me barna, me matere të cilat i kemi të gjithë në shtëpi, për shembull, me matere me baza acidike ose me substancë kimike të ndryshme, të cilat kanë efekti korrozive dhe mund të shkaktojnë dëmtime të mëdha, për shembull, në brenda në organizmin. Krizat hipertenzive, për shembull, keni një tension arterial shumë të lartë, mbledhje shumë të larta që shoqërohet me simptoma dhe ju nuk mund ta menaxhoni. E kështu me radhë. Janë një gamë e madhe e problemeve të cilat ju duhet paraqiten në departamentin e urgjencës. Mi po si rregull, po theksoj çdo ndryshim akut në gjendjen shëndetësore duhet të paraqiten në urgjencë. Pastaj kur të shkoni në urgjencë, stafi në urgjencë e vlerëson gjendjen e juaj. Nuk do të thonë se keni shkuar në urgjencë duhet të merrni ndihmë patjetër aty për aty. Mirë, po nëse keni ndonjë problem shëndetësor serioz, stafi i emergjencës duhet t'ju ofrojë ndihmë menjëherë. Mirë, po nëse keni një problem që nuk konsiderohet si serioz sipas kriterieve të emergjencës, atëherë duhet të pritni derisa mjekët të mirën me rastin më urgjent dhe pastaj të mirën edhe me juve. Doktor, po nëse ekipi ambulativ shkon tek shtëpia e ndonjë pacienti i cili është sëmur dhe ka thirrur, domethënë në telefon, a kryet çdo gjë aty? Domethënë ka raste kur kryet çdo gjë në shtëpi, jepen gjitha medikamentet e nevojshme, trajtimet e nevojshme, apo ka dhe raste kur nga aty pacienti dërkohet drejt e varet nga gjendja, apo si shkon kjo procedurë? Varet nga mënyra e organizimit, se ekzistojnë disa lloje të organizimit të shërbimit ambulantor. Disa ambulanca në ekipin e tyre përpos infermierëve dhe teknikëve të emergjencës kanë edhe mjekun. Aty ku është mjeku si pjesë e ekipës, munden për shembull me vlerësu gjendjen në shtëpinë e pacientit, munden me dhënë terapi edhe munden me u kthy në spital. Mirë, po në ato raste kur në ekip nuk ka mjek, ka vetëm infermier të emergjencës, zakonisht si rregull pacienti mirret në shtëpi ose në rrugë kudo që gjendet dhe pastaj dërgohet në spital për të vlerësuar gjendja e tij. Kështu që varet prej mënyrës së organizimit të ambulantave. Nëse ka mjek, trajtimet mund të kryhen në vendin ku thirret nga telefoni. Po, nëse mjeku e vlerëson se mund të kryhen shërbimet në shtëpi, mund të kryhen, nëse nuk ka mjek, ka vetëm infermier, atëherë në ato raste duhet të mirret dhe të dërgohet në spital, ku mjekët e vlerësojnë gjendjen dhe e japin trajtimin cilin pacienti ka nevojë. Kemi disa raste të ndryshme që na ndodhin në përditshmërinë tonë. Po. Rasti i rrëzimit të ndonjë fëmie me kokë, rastet kur thyem ndonjë ekstremitet, rastet kur na bie të fikt që i hiperbolizojmë, i zmadhojmë sepse ndoshta edhe nuk dim si të veprojmë, ose sulmi zemër. Si duhet qytetarët të veprojnë në këto raste pa ende pa ardhur ndihma e parë? Ose çfarë duhet bëjmë? Po ndalem fillimisht te fjala vjen te lëndimet e kokës, lëndimet në kokë, qoftë fëmijë, qoftë të rritur. Sigurisht që çdo lëndim në kokë, sidomos ato që vijnë si rezultat i rrëzimit nga lartësia ose që vijnë si rezultat i goditjes së ndonjë mjete të topitur ose të mpretur, ose gjithë ato duhet të paraqiten në repartin e emergjencës për vlerësim. Mirë, po njerëzit e thjesht duhet të dinë disa simptoma të cilat vijnë si rezultat i lëndimeve të brendshme në kokë, e lëndimeve të trurit. Për shembull, një lëndim i kokës i cili shoqërohet me vjellje, ajo shej që ka ndonjë gjakdera, është një proces brenda në tru. Një lëndim i kokës i cili shoqërohet me humbje të vetdijes, është shej që ka një lëndim të brendshëm.
një lëndim i kokës i cili shoqërohet me konfuzione për shembull, ose me deficite tjera neurologjike, është shenjë se ka ndodhur diçka edhe mbrapa në tru. Një lëndim i kokës të një fëmijë i cili shoqërohet me një të ajtur, si themi në hematom subkutane, është një shenjë indirekte që mund të ketë ndodhur frakturë apo edhe lëndim i brendshëm. Këto simptome, domethënë njerëzit nëse i shohin tek një pacient i caktuar, duhet të kenë parasysh se ka ndodhur një lëndim i kokës me pasoja të rënda me lëndimet e brendshme. Përndryshe, lëndimet e kokës, të cilat ndodhen si rezultat të ndonjë mekanizmi jo të rrezikshëm, për shembull një fëmijë ka qenë duke vrapu për një herë është rrëzuar, ka godit një pjesë të butë, për shembull, jo beton, jo dru, po një pjesë të butë, nuk ka vjell, nuk ka humbë vetdijen, po në gjendjen e përgjithshme ka shumë në rregull, nuk ka probleme, atëherë rreziqet për lëndime të brendshme janë shumë më të vogla. Megjithatë, çdo dyshim, çdo lëndim është mirë që të paraqitet në departamentin e urgjencës, edhe aty mjeku e vlerëson edhe shpjegon jep rekomandimet e veta se nëse duhet të bëhen injizime të thella apo nuk duhet të bëhen injizime të thella. Mirë po si rregull, çdo lëndim i kokës i cili shoqërohet me simptoma përcjellëse, me vjellje, me çrregullime të vetdijes, me konvulzione, me gjendje irritabile, ka njerë fëmijët të reagojnë edhe me gjendje irritabile, ose refuzojnë ushqimin ose gjëra të tilla, duhet patjetër të paraqitet në emergjencë dhe të nënshtrohet ekzaminimeve shtesë me CT të kokës apo me rezonancë të kokës varësisht si e vlerëson mjeku. Zakonisht CT-ja bëhet për shkak se është ekzaminim që kryhet shpejt, nuk kërkon shumë kohë, edhe shumica e spitaleve e kanë. Po për rastet Po, e për rastet sulmit po. në zemër, si duhet reagojmë? Unë përmenda, për shembull, çdo lloj diskomforti në gjoks duhet paraqitet në repartin e emergjencës. Për shkak se dhimbja në gjoks, diskomforti ose paratia është një shenjë indirekte e një procesi që është duke ndodhur në organet e kavitetit të toraksit, sepse në toraks në krahëror nuk e kemi vetëm zemrën. I kemi edhe mushkrit, i kemi edhe anët e mëdha të gjakut, i kemi edhe ezofagun, ka mjaft struktura që janë të ndjeshme edhe cilat dëmtimet e tyre të ndryshme mund të përfundojnë edhe me fatalitet. Prandaj çdo dhimbje gjoksi, sidomos dhimbjet e gjoksit të cilat paraqiten gjatë aktivitetit, ose dhimbjet e gjoksit në formë të shtypjes, të rëndesës, sidomos ato pastaj që përhapen në anën e majt, në krahun e majt, në drejtim të qafës apo në drejtim të shpinës, këto janë shenja që vërtet është duke ndodhur një sulm në zemrë dhe duhet të paraqiten në emergjencë sa më shpejt. Kur të paraqiten në emergjencë, ekipi i emergjencës janë të detyruar në këto raste me i trajtu me njëherë, mos me vënu. Domethënë brenda 10 minutave duhet të bëhet EKG-ja me interpretim. Brenda 10 minutave pas arritjes në emergjencë duhet të bëhet EKG-ja me interpretim, që në rast se EKG-ja tregon për sulm akut në zemër, ky pacient të dërgohet me njëherë në kardiologji invazive dhe të bëhet intervenimi me kateterizim të zemrës, me stentim ose me mënyra të ndryshme të hapjes arterieve koronare. E kemi gjendjen e të fiktit, Po. sepse ne bëjmë alarm kur një familjar joni, një shok, shoqe i bie të fikt dhe nuk dim si të veprojmë. Po. Çfarë duhet të bëjë një qytetar? Po gjendja e të fiktit është në shpeshherë edhe vetë në emergjencë kemi probleme e dallu, është për të fiktit në gjuhën mjekësore quhet sinkop. Sinkopa është ajo që ne i themi të fiktit, domethënë humbje e përnjëhershme e vetdijes, domethënë për shkak të një shkaku të caktuar. Shpeshherë ne kemi probleme e caktuar a është sinkop apo është diçka tjetër, sepse shpeshherë të fiktit vije për shkak të proceseve ndryshme, për shkak të epilepsisë për shembull. Ka sulm epileptik, atak epileptik rrëzohet, pastaj ka ato dridhet, ato derisa përfundon procesi epileptik dhe rikthehet vetdia kështu me radhë. Kështu që është mirë në radhë të parë kur t'i ofrojmë pacientit të observojmë me kujdes nëse pacienti vërtet vetëm ka humbur vetdijen apo ka pasur edhe simptoma të tjera. Ta kthejmë pacientin në një pozitë, ne i thonë recovery position, për shembull, recovery position të kthehet në krah, pastaj të vendosën një dorë në anën ta vendos kokën në dorë, kështu që mos ato sekrecionet Mos i shkojnë mos i shkojnë në mushkëri që të shkaktojnë dëmtim në mushkëri, po të dalin jashtë. Edhe mos të harroj sa më shpejt të thrasin emergjencën, sepse kjo shpesh herë shpejtësia me çfarë kohë vjen ekipi emergjencës ka rol shumë të madh edhe në rezultatet e trajtimit. Përndryshe sinkopa ose të fiktit që i themi ne ndodh për arsye të ndryshme. Ndodh nganjëherë për shkak të një frike, ke shku te mjeku të
momente që shef Gjilpërën, gjilpanën, po. edhe nëse s'ki kur farë problemi të bjen fiket. Ke shku te Ka panika, po. ke shku te stomatologu edhe nëse nuk ki kur farë problemi në momentin që bën ekstraksionin dhe mund të bjen të fiket. Mirë po, disa raste, kjo sinkopa të fiktit konsiderohet edhe si simptome rrezikshme. Për shembull, një pacient që ka çrregullime insuficiencë të zemrës, nëse ai ka humbje të vetdijes, ajo konsiderohet që është problem, është serioze. Një pacient me anemi të rëndë, nëse i humbet të fiktet, konsiderohet që është serioze. Një pacient i cili duke vrapu ose gjatë aktivitetit fizik i bie të fikt, do të thonë kjo është simptom serioze. Pra duhet trajtuar, Po, duhet trajtuar gjithsesi. Për të arsye edhe të fiktit, do të thonë është mirë të paraqitet në departamentin e emergjencës dhe mjeku pastaj e vlerëson. Radhë parë duhet me vlerësuar nëse ka qenë vërtet sinkop apo ka pas edhe elemente të tjera. Nëse ka qenë sinkop, ajo sinkopa ka elemente të ndojnë gjendje serioze, e cila është duke ndodhur në organizm. Qoftë insuficiencë e zemrës, qoftë tensioni ulët arterial, qoftë gjakderdhje e brendshme dikun, qoftë emboli, ndryshme pulmonare ose diçka. Shumë mirë doktor e shpjegove këtë pjesën që personi kur i bjen defekt, ne nuk duhet ta vendosim në shpinë. Po. Edhe ja vendosim këmbët pak sipërpjet, në kuptimin që nuk e di pse ja bëjmë ashtu. E vendosim, po jo, kjo është veprim i duhur për shkak se qarkullimi pastaj edhe i vendosim pak alkool te hunda. Po. Ose nuk është domosdoshme. Ose nuk e di, alkool. Asnjë tjetër, as alkool. Ose parfum, po. Po, e vendoset si një lloj testi për të pasur pacienti reagon të mos gjuh sa më shpejt, se era e rëndë e alkoolit ose çfarë do të shkosh me erë të rëndë, mundet me stimulu aktivitetin kortikal. Nëse nuk janë veprime të gabuara që i bëjmë. Jo, përderisa i jap me marr erë nuk është problemi, po nëse i jap diçka nëpërmjet gojës me pikë, kjo është problem se mundet uji ose çfarë solucioni tjetër më shkon rrugë gabuar, mos më shkon në lukt, po më shkon në pjesën e mushkërive. Kjo pjesa e ngrisjes të këmbëve, kjo gjithsesi duhet bëhet për shkak se gjaku pastaj qarkullon edhe shkon në sasi më të mëdha në drejt zemrës. Kështu rritet sasia e gjakut që hyn në zemër, edhe automatikisht rritet sasia e gjakut e cila del prej zemrës. Është një ligj që funksionon. Po në rastet kur kemi thyrje të ekstremiteteve, sidomos edhe rastet tash që po flasim edhe të aksidenteve të ndryshme, si duhet reagojmë ne si qytetarë? Të aksidentet ndryshme, sidomos të aksidentet motorike, të aksidentet automobilistike, një prej gjërave që duhet patjetër me kuptu njerëzit është që mos ti manipulojnë me njerëzit nëse nuk kanë një trajnim të caktuar, nuk kanë trajnim të duhur. Mos i kapin. Mos i kapin, mos i lëvizin, se për shkak që aty në lëvizje mund të më ndodhë dëmtime, lëndime, të cilat mund të qenë permanente. Lëvizja ose manipulimi i pacientit duhet më bëj për njerëz profesionistë, cilët edhe lëvizin pacientin, po në njëjtin kohë kanë mundësi edhe me ruaj strukturat vitale, do të thonë në shtyllën korrizore, palcën korrizore, ekstremitetet e kështu me radhë, anë të gjakut e kështu me radhë. Kështu që gjëja e parë që ju duhet të bëni nëse ka ndodhur një aksident i rëndë, duhet të thirrni ndihmë. Thirrni policinë, zarfiksit edhe emergjencën. E dyta që duhet bëni të vlerësoni rrezikun, sa është e sigurt për juve me ju ofruar atij vendi apo jo. Sepse shpesh herë njerëzit ku i diunë nga paniku ose marrin motivin afrohen, edhe në atë moment mund të ndodhë një zjarr ose në vend të një viktime pastaj bën 2 ose 3 4 viktima. Kështu mos ju ofroni vendet të ngjarjes pa qenë të sigurt se do keni siguri për vetveten e juaj. Nëse shihni që rrezikoni për ndonjë zjarri ose shpërthim ose diçka, mos u afroni. Edhe nëse afroheni, atëherë mos manipuloni me pacientin nëse nuk jeni të trajnuar për të bënë gjë të tillë. Sidomos te pjesa e qafës. Pjesa e qafës shumë e ndihshme, shpesh herë frakturat e vertebrave të qafës, nëse manipulohen në mënyrë jo profesionale, mundën me përfundu ndonjëherë me fatalitet ose mund me përfundu edhe invaliditet afatgjatë. A mund t'i quajmë këto gabime që i bëjnë pa vetdije qytetarët në shenjë paniku apo në atë kuptimin që t'i ndihmojmë, të hyjmë në një ndihmë aty ku nuk dihet rreziku se nga vjen, shumë mirë e thatë, që nga 1 mund të bëhen 2. 2 ose 3 ose vazhdimisht. Pra, mi përmendni disa nga gabimet që qytetarët i bëjnë në raste emergjente. Këtë rast kjo është gabim, për shembull, ky konsiderohet si gabim. Ne mjekësi i quajmë gabimet e parandalueshme, gabime preventabile. Në rast se nuk jeni mjekësi, ekziston një rregull, cilën ne e mësojmë, faktikisht është për rregullat e para, të cilat i mësojnë në mjekësi, është që së pari mos bën dëm. Domethënë me pacientin. Paraprakisht sigurohu që nuk je duke bërë dëm, pastaj shif se çka mundesh me ndihmu pacientin.
Kështu që edhe ju si person me background jo mjekësor, nëse doni të ndihmoni dikujt, pikës pare keni parasysh mos shkaktoni dëm. Domethënë në mjeksi kjo është e para. Domethënë principi i parë është mos më shkaktu dëm, pastaj principi i dytë është me ndihmu pacientin me sa ke mundësi. Për shkak se shpesh na ndodh edhe neve mjeksi, duke mundu me ndihmu pacientit, shkaktojmë dëm. Kështu që për këtë arsye, në çdo spital duhet të ketë një sistem të parandalimit të gabimeve të parandalueshme. Në spitali duhet të ketë një sistem për me parandalu ato gabime të cilat mundën me ndodhë si pasojë e trajtimit jo profesional ose pasojë e neglizhencës në gjitha këto gjëra. Kështu që edhe qytetarët nëse hasni me një situatë emergjente, qoftë aksident, qoftë dikush i humbet ndjenjat përpara juve, vetdijen gjithë ato, atëherë sigurojnë që mos parë mos me bëhet dëm, pastaj shifni siç ka mundë me bëhet dobi. Te aksidentet, nëse s'ke trajnim, mos e prek. Thirrë policinë, thirrë zerfiksit, thirrë ambulancët. Ata janë të trajnuar me bë ekstrikimin ose largimin e pacientit prej veturës, vendos ato shtratin e ambulancës dhe me dërgu në spital. Nëse keni trajnim, jeni trajnuar ose jeni certifikuar për një kurs caktuar për menaxhimin e traumës, atëherë është okay, mirë, por prapë edhe i vetëm nuk mundet me bë kurrë. Si vetëm nuk është që mundesh me bë diçka të madhe. Thonë ndihma më e madhe në këtë rast që bëhet është me i thirrë shërbimet emergjente. Por edhe në rastin kur dikush e humbet ndjenjat para jush, për shembull humbet ndjenjën ose ndihma më e madhe që të bëhet është me thirrë emergjencën sa më shpejt që të jetë mundun. Mundohu mos me dëmtu pacientin më shumë se sa që është dëmtuar. Mundohu për shembull nëse pacienti është pa vetdije me kthy në krah, të paktën ajo nuk e dëmton. Nëse nuk është i lëndum, po flas. Nëse nuk ka lëndim, me kthy në krah, ashtu që sekrecionet orale nuk shkojnë në drejtim poshtë, mirë po, dalin jashtë, edhe pritni derisa të vjen emergjenca. Nëse keni ndonjë trajnim të caktuar, për shembull sot në botë, edhe njerëzit e thjeshtë i kryejnë disa trajnime, quhen life support, basic life support. Edhe njerëzit si ju, për shembull si kameramani, si gjithë, mundin me kryer atë trajnim, edhe ju në atë rast mundeni me i apliku masat e një basic life support. Ato për shembull në ato trajnime. A mund t'i tregojmë këtu se cilat janë ato masa nëse janë të thjeshta për të treguar? Janë shumë thjeshta për të treguar, mirë po për të aplikuar në praktik në vit në trajnim që me i pa edhe me praktiku gjonat në kohë reale. E para, siç e thash, masa e parë është siguria. Domethënë që mos i bëjmë dëm. Mos i bëjmë dëm as pacientit pas vetes. E dyta, afroheni edhe e pyetni pacientin, hey, apo më dëgjon? E godet për shembull këtu në krah, e thu, hey, a je okay? Nëse nuk ka përgjigje për pacientit, atëherë e vendos veshin te goja e pacientit edhe me njënën edhe me sy e vrojton gjoksin. Apo ndëgjon frymarrjen, edhe apo shef gjoksin që po ngritet e ka frymarrje. Nëse nuk ka frymarrje, atëherë e thirrni më një herë emergjencën. I thuj dikujt që është afër jush, lutem thirrë emergjencën sa më shpejt. Pasi që ke thirrë emergjencën, atëherë kontrollon për pulsin, 5 deri në 10 minuta. Pulsi zakonisht kontrollon këtë pjesën e arterës karotide. Nëse për 5 deri në 10 sekonda nuk ka puls, atëherë filloni me kompresionet e gjoksit. Kompresionet e gjoksit. Apo që them ne pompime. Pompime, po. Me dorë. Chest compression. Do them kompresionet e gjoksit, edhe vazhdoni me kompresionet derisa të vijë ekipi i emergjencës. Më parë ka qenë disa masa tjera, shembull frymarrja gojë me gojë, gjitha këto sen tani më nuk rekomandohen. Nëse pacienti është i mbytur në noj, në detën? Jo, ndodh nëse ka psu arrest kardiak, për shembull, nëse para jush i ka humbur ndjenjat edhe nuk ka puls, nuk ka frymarrje. Ka ndodhur që domethënë e kanë frymuar përmes gojës. Përpara ka qenë praktik, tashmë nuk është praktik, nuk është domosdoshme. Mjafton nëse i bëni kompresionet e gjoksit ose pompat, nëse i bëni në mënyrën e duhur normalisht, se gjatë përmenda kursin, gjatë këtij kursi mësoni që edhe kompresionet e gjoksit më bën në mënyrën e duhur. Ose është shpejtësia dhe thellësia e duhur. Pastaj ju mund të vazhdoni me kompresionin e gjoksit derisa të mri ekipi i emergjencës. Shpeshherë kjo mund të më qenë edhe shpëtuese. Saktë. Po si trajtohet një pacient me sulm në zemër apo goditje në tru sa po mbrin në urgjencë tek ju? To koha është shumë e rëndësishme, koha është elementi më i rëndësishëm. Ne për trajtimin e pacientëve me sulm në zemër dhe pacientëve me sulm në tru, sot ekzistojnë protokollet e caktuara, të cilat fokusohen në identifikimin e hershëm
aktivizimin sa më të hershëm të sistemit spitalor për trajtimin e këtyre rasteve, edhe trajtimin definitiv të tyre. Siç e tha, sulmi me pacientë me sulm në zemër, në momentin që paraqitet në emergjencë, me dhimbje gjoksi, ekipi i emergjencës është i detyruar brenda 10 minutave me bë EKG-n edhe me interpretu prej mjekut. Do të thonë EKG me interpretim brenda 10 minutave. Në qoftë se në EKG, në ngjizim të zemrës, ka ndryshime tipike të cilat tregojnë për sulm në zemër, automatikisht aktivizohet ekipi i kardiologjisë invazive. Në këtë rast, nëse në spitalin e juaj, këtë rast spitalin ton, kemi repartin e kardiologjisë invazive, jemi të obliguar që brenda 60 minutave më krye gjithë procedura e hapjes së arterës koronare. E qartë. Nëse në spitalin ku ju punoni nuk ka kardiologji invazive, jeni të obliguar me transferu pacientin sa më shpejt, domethënë brenda 2 orëve me transferu në pacientin në spitalin ku ka kardiologji invazive, ku mund të kryet intervenimi në zemër. Në rast të kundërt mund të jetë fatale. Në rast të kundërt, nëse nuk ka, atëherë përdorin terapi tjetër që quhet trombolizë, domethënë shkrirja e trombit me ilaçe, me trombolitik i qumbi. Ekzistojnë disa lloje të ilaçeve, të cilat i jepen pacientët me rrugë venoze, e cilat kanë mundësitë me e shkri trombin e cili e mbyll arterien. Mirë, po ky lloj trajtimi normalisht që shkalla e suksesit është më i ulët se sa tek intervenimi drejt për drejt, ku nëpërmjet arteries hyhet edhe shkohet drejt në zemër, dhe pastaj hapen arteriet e caktuara të cilat janë të mbyllura. Në spitalin tonë, konkretisht në spitalin United, në momentin që paraqitet pacienti jemi në gjendje, brenda 60 minutave, brenda 1 ore. Po, më kryet gjithë procedura e hapjes së arteries koronare. Në këto raste koha është shumë e rëndësishme. Sa më shumë që zgjatet koha e intervenimit, aq më shumë muskuli i zemrës dëmtohet në mënyrë permanente. Kështu që vjen një moment që dëmtimi është përfundimtar edhe më si intervenues nuk ka ndonj efekt ose rezultat. Koha do të thonë shumë e rëndësishme. E njëjta është tek trajtimi i pacientëve me sulm në tru. Edhe në këtë rast koha është shumë kritike. Këtë rast momentin kur pacienti paraqet simptoma që tregojnë për sulm në tru, që është për shembull asimetria e fytyrës, problemet me të folur akute, humbja e forcës motorike ose ne themi hemipareza, do të thonë dora humbet, nuk ka fuqi, këmba humbet, nuk ka fuqi. Atëherë në momentin që paraqitin këto simptoma brenda 3 orë gjysmë ose 4 orë është e nevojshme që të aplikohet terapia e trombolizës. Terapia e trombolizës është që e përmendet të zemra. Po, që ti liroj, po. E jep një injekcion i cili ka mundësi me shku në tru edhe me e shkri trombin i cili e mbyll arterin. Nëse kalon koha më shumë se 4 orë, atëherë dhënia e këtij injekcioni është jo efektiv. Dhe këtë rast mund të përdoret një strategji tjetër, e cila është intervenimi në arteriet e trurit nëpërmjet arterieve periferike. Një sigurt se të zemra intervenohet edhe në tru. Në Kosovë ka filluar më apliku ky lloj trajtimi, tash së voni. Mendoj që shpejt ka më qenë ka më aplikuar një numër më i madh i pacientëve. Shumë mirë. Po, doktor, si trajtohet një pacient me sulm në zemër, e tham, që domethënë pjesa e trajtimit. Po si menaxhon rastet e dhunës, aksidenteve apo helmimeve në urgjencë? Po. Rastet e dhunës, këto janë raste mediko-legale. Zakonisht raste pjesën më të madhe të raste trajtohen në spitalet publike. Shkak se duhet përfshihet edhe policia, edhe prokuroria, edhe shërbime sociale, gjithë ato. Çdo rast i dhunës, mjeku edhe personeli mjekësor janë të obliguar të raportojnë tek organet kompetent, tek policia. Fatkeqësisht kemi shumë raste me dhunë familjare, sidomos ndaj fëmijëve, kemi pa edhe raste cilat traumat, cilat kanë përfunduar me fatalitet, që janë raste cilat ne personalisht i përjetojmë shpirtnisht shumë më shumë se sa rastet e tjera. Mirë, po çdo rast i dhunës duhet të raportohet dhe pastaj të vlerësohet nga aspekti mjekësor, nga aspekti i mjekut, të vlerësohet, domethënë, shkalla e lëndimeve. Numri më i madh i rasteve të dhunës familje kanë lëndime të lehta, zakonisht ndërvishje, këto mirë, po një numër që tash ka edhe lëndime më të rënda, lëndime të mbrëmshme, qoftë me gjakderdhje, qoftë me
lëndime të ndryshme. Pavarësisht këtyre procedurave që duhet patjetër që të raportoheni këto, ju intervenoni me njëherë në rast nëse Patjetër, gjithsesi. Pastaj bëri këto raportet. Patjetër, gjithsesi intervenimi pacienti ka përparësi në trajtimin, e fillojmë automatikisht sapo pacienti të mrim mirë, po jemi të detyruar që të paraqesim këto raste në polici dhe të shkruajmë raportin. Njëjtë edhe me helmimet, domethënë edhe këto hyn në kuadrin e rasteve mediko-legale, sepse shpesh në numër lëndimeve e helmimeve neve na raportohen se aksidentale, po në fakt janë ose qëllimshme me qëllim suicidi, ose janë të shkaktuar nga një person i dytë. Kështu që edhe të rastet e helmimeve ne duhet patjetër me i raportu të organet kompetente, pavarësisht asaj se ne me trajtimin fillojmë me njëherë. Si trajton pra rastet e helmimeve tek ju në spitalin tuaj, domethënë me infuzione, me pastrimin e organizmit apo varet? Varet për shkak se helmimi dallon për shkak helmimi me substanca medikamentoze. Janë disa substanca medikamentoze që nuk shkaktojnë ndonjë dëm të madh në organizëm, kështu që nuk kërkojnë intervenime ashtu të agresive. Mirë, po janë një grup i substancave për shembull që një tablete vetëm mund të shkaktojë edhe vdekje. Pastaj janë helmimet me substanca korrozive, siç e thash, sidomos materijet për pastrim që ne i mbajmë nëpër shtëpi, këto materijet për dezinfektim e këto janë shumë të rrezikshme realisht, që duhet i mbajmë shumë larg dhe fëmijëve. Po, shumë larg fëmijëve që fëmijët nuk duhet të kenë akses në këto asesi. Ka raste për shembull që duhet të bëjmë atë pastrimin me sondës nazogastrike e gjithë ato, por ka raste të cilat nuk ka nevojë. Kështu që varësisht rasti për rastit dallon, ka disa raste që trajtohen edhe me antidot, për shembull. Pacienti është helmuar me substancë të caktuar, mirë, po tash ne duhet të japim një antidot për të parandaluar veprimin e asaj substance. Kështu që dallojnë rastet për raste. Mirë, po trajtimi i përgjithshëm bëhet mbështetja hemodinamike. Mbështetja hemodinamike i themi sistemi kardiovaskular. Nëse është hipotenziv, japim lëngje, japim vazopresor për të ngritur tensionin. Bëhet mbështetja respiratore. Mbështetja respiratore është sigurohemi që pacienti oksigjenohet. Ashtu marr frymë, nëse s'merr frymë, ne japim frymarrje artificiale. Nëse nuk ka nevojë për frymarrje artificiale, mirë, po prapë nuk mundet me oksigjenu mjaftueshëm, bëjmë administrimin e oksigjenit e kështu me radhë. Sa bëhet mbështetja hemodinamike, respiratore, ventilimi, nevojat e tjera metabolike, pastaj shkojmë në pjesën specifike. Nëse ka antidot, administrojmë antidotin. Nëse duhet vetëm trajtim mbështetës, vazhdojmë vetëm me trajtim mbështetës. A mund të jetë rrezikshëm dhe helmimi përmes ushqimit? Po, gjithsesi. Ka disa lloje të toksina, për shembull, sidomos botulizmi, përmend në këtë rast, e cili mund të shpeshherë edhe me përfundu edhe me fatalitet. Është një toksinë, një neurotoksinë realisht, e cila ndikon në sistemin nervor, e cila paralizon disa pika specifike të sistemit nervor, të cilat mundën edhe me përfundu edhe me fatalitet. Po përmend botulizmin që po më kujtohet. Këtë moment po mund të ketë edhe. Po, doktor, kemi pas edhe raste, sidomos tek fëmijët, që i shfaqin alergjit. Po. Sa janë të rrezikshme dhe si duhet të intervenoj prindi apo ju në urgjencë? Më thonë, si e bëni trajtimin e kësaj lloji sëmundje? Po çdo rast alergjik duhet të trajtohet në emergjencë, pavarësisht është i rënd, nuk është i rënd, duhet të paktën të shkojnë në departamentin e emergjencës dhe të vlerësohet nga ana e mjekut. Mirë, po është më rëndësi për njerëzit me i kuptu disa simptoma alergjike të cilat janë të rrezikshme për shëndetin. Për shembull, nëse një reakcion alergjik shoqërohet me simptoma të tjera si frymëzanie, çrregullime të vetdijes, humbje të folurit, ose shpeshherë edhe me vjellje, atëherë bëhet fjalë për një lloj të reakcionit alergjik që ne quajmë anafilaks, i cili mund të qenë edhe rrezikshëm për jetën. Shumica raste alergjike që ndodhin janë reakcione të lokalizuara në lëkurë, karakterizohen me një skuqje, me një urtikarje, gjitha ato, cilat zakonisht nuk krijojnë ndonjë problem në aspektin e sigurisë për jetën. Mirë, po, nëse reakcioni alergjik shoqërohet me simptomat e tjera që e thash, domethënë, sidomos me frymëzanie, me rënien e tensionit, me marrëmendje, me humbje të vetdijes, ose shpeshherë edhe me vjellje. Duhet patjetër të paraqitet në urgjencë. Po kjo është një reakcion alergjik të shkallës së rënd që ne quajmë anafilaks, edhe nëse nuk paraqitet me kohë, këtë rast mund të përfundu me fatalitet. Pastaj në emergjencë trajtohet me adrenalina, me lëngje, me
kortikosteroide, me antihistaminike, me gjitha ato. Ma fatmirësisht shumica e reaksioneve alergjike janë të lokalizuara, nuk janë të rrezikshme. Pavarësisht kësaj, gjithmonë çdo reakcion alergjik duhet paraqitet te mjeku, që mjeku ta vlerësoj gjë. Si merret vendimi për dërguar një pacient në një kujdes intensiv? Po zakonisht secili spital duhet me pas të shkruar me kriteret diagnostike ose kriteret për më pranu në kujdes intensiv. Këto kriteret dallojnë. Disa spitale kanë kriteret më strikte, disa spitale kanë kriteret më liberale, si të them ashtu kushtimisht. Kështu që këtë varet spitale për spitale çfarë lloj protokolli përdoret, çfarë lloj kriteresh përdoret. Zakonisht pacientët të cilët kanë nevojë për mbështetje hemodinamike dhe respiratore aktive, zakonisht duhet të trajtohen në kujdes intensiv. Pacientët të cilët kanë për shembull gjendje infeksioze të rënda me shok septik, me këto duhet të trajtohen në kujdes intensiv. Pacientët që kanë anemi të rëndë si pasojë gjakderdhjeve të rënda duhet të trajtohen në kujdes intensiv. Pacientët të cilët kanë disa lloje të caktuara të probleme metabolike, endokrinologjike, për shembull duhet të trajtohen në kujdes intensiv. Për shembull disa komplikime akute të diabetit duhet të trajtohen në kujdes intensiv për shkak se mund të përfundojnë edhe me fatalitet. Disa çrregullime elektrolitike, për shembull rënja e kaliumit ose ngritja e kaliumit në nivele kritike duhet të trajtohet në kujdes intensiv. Po pra thash, spitali për spitalit dallojnë kriteret për më pranu në kujdes intensiv. Mirë, po ata pacientë, si rregull, ata pacientë që janë të intubum, janë në ventilim mekanik në respirator, zakonisht trajtohen gjithmonë, duhet të trajtohen në kujdes intensiv. Mirë, urgjenca është dera e parë, domethënë për një rast emergjent. Si e keni bashkëpunimin me reparte tjera? Po në spitalet private, fatmirësisht e kemi bashkëpunim shumë të mirë. Në spitalet publike, ndoshta duhet me qenë dikush për i shumë. Po flasim për aty ku punoni ju. Në spitalet private kemi bashkëpunim shumë të mirë, kemi ekipe shumë të mirë, se mos e përmend kardiologjinë invazive, pastaj anestezion me kujdes intensiv, pastaj kirurgjia, pastaj kardiokirurgjia, shërbimet e tjera internistike, pediatrike, kemi bashkëpunime shumë të mirë dhe shumë nivel. Fatmirësisht kemi një spital që është me infrastrukturë mjaft shumë moderne, ka hapësina të mjaftueshme, dizajnuar të më thonë në mënyrë perfekte për me funksionu si një spital modern edhe për me përgjigj nevojave të pacientëve pavarësisht çfarë lloji nevojash ekzistojnë. Kështu që kemi arritur me ndërtu një ekip shumë të mirë që nga kontakti i parë me pacientin deri momenti kur pacienti del prej spitalit. Kështu që jemi të punu ende me kriju shërbimet, dhe me perfekcionu këto shërbime, po edhe me kriju farlloj sinkronizimin, farlloj kohezioni mes këtyre shërbimeve. Sigurisht ne kemi një kohezion mirë, po duam që ky kohezion me qenë edhe më i duhur. Kështu që mirë, unë për sfida nuk po të pyes fare, pra. A përballen me sfida, ha? Sa i përket anës të mjeteve, me siguri që i keni të gjitha. Jo, absolutisht. Po nga ana profesionale, cilat janë sfidat me të cilat përballet urgjenca? Si mjek emergjencës tash sfidat janë natyrave të ndryshme, është më parë profesionale. Për shkak se emergjenca është një lëmie e gjane, e cila përfshin një pjesë të madhe të patologjive të cilat duhet merresh. Unë përmenda në fillim e thash emergjenca është çdo ndryshim akut i gjendjes së individit është emergjencë. Do të mirë me lloje shumë të patologjive. Mirë me gjitha grup moshat, prej porsalindurit deri tek mjekët, tek i moshuarit. Mirë me natyra të ndryshme të problemeve, qoftë smundje, qoftë lëndime, qoftë helmime, qoftë gjithë ato. Kështu që sfida e parë është profesionale për shkak se njohuritë teorike që duhet të ketë një mjek emergjencë duhet të jenë shumë të mëdha dhe shumë të konsoliduar, pastaj njohuritë praktike. Njohuritë praktike, pasi mjeku në emergjencë duhet të jetë në gjendje përballet me çdo lloj emergjence. Infarkti, frakturat, lëndimet, helmimet, gjitha këto janë varet shumë prej asaj orës të parë, me çfarë lloj trajtimi për pacientin në orën e parë. Kështu që mjeku i emergjencës duhet të ketë këto aftësi që të reagojë me të gjitha llojet e rasteve, të bëjë veprimin e duhur në kohën e duhur. Dhe shpeshherë kjo nuk është edhe shumë e lehtë, mirë po mjekët e emergjencës duhet të kenë këto shkallësi. Sfida tjera janë sfida psikologjike, emocionale, them ashtu, përballen me raste të dhimbshme shpeshherë.
ajo, them kushtimisht drama njerëzore që ndodh brenda 24 orëve, paraqitet te ne, emergjenca është diçka e zakonshme. Kështu që pavarësisht, më thonë, një lëndim, një sëmundje, një gjendje akute, ai stresi, ajo panika e familjes reflekton edhe te mjeku. Nuk ka se si të reflektoj, përshka emocionet, gjitha këto, jo kanë atë efektin kontagjios, gjithmonë reagojnë edhe tek njerëzit e tjerë. Kështu që është një problem me balancu në farë lloj balanci emocional, se ne as nuk mund me qenë krejt emocional, për shkak që mundën me qenë dëmshëm për shëndetin, po as nuk mund me shku me qenë dhe te topitja e plot emocionale, kështu që shumë interesant. Si e menaxhoni ju personalisht? Kështu që mundohemi me gjetë atë mesatare. Po si e menaxhon, duke, do të thënë, vetëm duke balancuar apo edhe duke trajtuar veten nga ana psikologjike? Duke Pas rastit. Pas rastit, po sigurisht ato bisedat me kolegë, mos pari bisedat me familje, Ju ndihmojnë. sigurisht ju ndihmojnë. A kemi bë gjën e duhur, a kemi bë intervenimet e duhura, a kemi vepruar në mënyrën e duhur, apo gjithë ato na ndihmojnë që sadopak që edhe të shkarkohemi prej atij stresi emocional, po edhe ti gjejmë ato gabimet të cilat kanë mujt me ndodhe që ndonjëherë edhe ndodhin për shkak se në gjendje akute, për shkak të panikës, për shkak të gjithë asaj rrëmuje, mund të më përvjedh edhe ndonjë gabim. Kështu që edhe kjo sfida emocionale sigurisht është aty, është pastaj sfida psikologjike familjare, për shkak se shpesh na duhet me punu me orare të gjata, natën, ditën, do të thonë nuk ka orare, nuk ka plane, nuk ka. Kështu që gjitha këto sfida, do të thonë, përballet me mjek emergjencës profesionale, psikologjike, emocionale, familjare, gjitha ato. Na tregoni një rast, sepse ju keni një jetëgjatësi të gjatë profesionale në fushën tuaj. Një rast që ju kalon përshtypjen, bresa dhe thellësisht jeni prekur. Ka shumë raste, Eli, sinqerisht ka shumë raste. Ose ndonjë që tashmë ju bjen mend për momentin. Ka shumë raste, sinqerisht. E di që ka shumë raste. Është një pyetje që më shpesh më bojnë edhe fëmijët e mi. Se kanë dëshirë me dëgjuar ato raste storit interesante. Por sinqerisht është vështirë me gjetë një rast specifik për shkak që aq shumë jemi përballë me këto probleme të rënda, saqë është probleme marrë këtë rast, për shkak të thonë valla, ky rast është më shumë se tjetër. Zakonisht rastet me fëmijë janë ato që na prekin më shumë. Shkam në rast një kolegu tim atje në Dubai, kur kam qenë tu punu, i bjen fëmiu prej katit të 7, do thonë i bjen poshtë fëmijë 5 vjeçar. Edhe ai kolegu ka qenë te anesteziolog, merr fëmijën e vet në krah edhe sjell në emergjencë. Ka qenë një situatë mjaft stresuese. Edhe ai fëmijë vdes. Sigurisht për shkak se lëndimi kishte qenë masiv, lëndimi kishte qenë shumë të rënda. Edhe neve sigurisht na prekë se rast për shkak se kolegu ishte fëmijë, një vajzë e vogël, shumë e bukur, shumë, e cila aksidentalisht ashtu i kishte ndodhur më urzu prej katit 7, nuk e ka qenë. Kjo është një prej atyre rasteve të cilat më kujtohet ndoshta me përmend. Po ka njerëz dhe raste që ndodhin që bojnë edhe me qesh kapak. A ju kujtohet ndonjë? Ka dhe raste të tilla, për shembull, në ora 2-3 natës vjen pacienti thotë doktor, kom pi gjysën e kokës, ta pi edhe gjysën tjetër tash. Mirë, ai era se emergjent, se nuk din ç'të bëj në orën 2 natës. Doktor në ora 2-3 natës vi thotë po ndi shumë ftoft, nuk e di pse, a është kënd rregull ose është kënd rregull, apo është gjëra të tilla. A ka ndodhur një rast që më ka çuditën, thon drejtën, jo në Kosovë, jashtë atje. Një prind e sjell vajzën e vet dhe thotë e ka përbi brushën e dhomëve, e ka përbi, ka shku në lok. Dhe vajza është shumë rregull, nuk është kurfar simptomi, as dhimbje, as kurfar simptomi kush, dhe na mendojmë që po tallet me neve, kupton. Brusha e dhomëve është shumë e gjatë, është objekt i vogël. Nuk është objekt i vogël, cili mund më shku aq lehtë në lok, edhe madje me ardhi dikush me qetur para teje tu kesh, thotë e kam një brushë në dhomëve në lok. A në mundohë me qëtësu, me thonë zëtë je sigur që është ajo që po thotë ti, apo është vetë muskana i gabim këtu, thotë, jo, thotë, me të vërtet e ka marrë. I bojmë një ultrazo, për shkak se brusha në dhëmve është plastik, nuk shifet mirë në ultrazo. E thonë zëtë një vazën, do është me qute psikologën, nuk ke punë me neve, do është me qute psikologë, thotë, marone, e di vazën të më në njëf, kjo është, nuk është për aty në persona që trillon gjana. E tha mi pa në ultrazonin, s'ka kur gjallë, shka.
Edhe ai nuk bindet me neve, shkon në spital tjetër edhe i bën CT në abdomenin, në CT shive do të brushe edhe më vetë. Ajo thash, shef si është brush. Po ka qenë për neve habitshme për shkak se kishte qenë diçka e pazakont. Te atë nuk ka mujt të besu që dikush mundet me përbi brushën të plot edhe me ardhmë të pas Me të vërtet pak e simptomi. çuditshme, po ja Që që pas ndodhen ka edhe ndodhur. gjëra tilla, edhe gjëra po. tilla çuditshme edhe dëmshme gjithsesi. Çfarë do të këshillonit studentët që duan të ndjekin fushën e mjekësisë urgjente? Po mos pare le të qartësohen me vetveten e tyre nëse janë në gjendje të përballura me këto sfida që i përmenda më herët. Sfidat profesionale, sfidat psikologjike, emocionale dhe sfidat familjare. Nëse kërkon një lëmi e cila vërtet e bën ndryshime në jetën e pacientëve, emergjenca është aty, shkak se në emergjencë faktikisht integrohen të gjitha lëmitë e tjera mjekësore. Emergjencën ta marrin vetë nëse e dojnë, mos ta marrin nëse nuk e dojnë, për shkak se emergjenca nëse nuk e don, nëse nuk e ndjen me shpirt, është problem me punu të jetën, se është profesion jo i lehtë, për shkak të sfidave të cilat edhe i përmenda. Edhe të përgatitet aspekti teorik edhe të aspekti praktik sa më shumë që të munden. Doktor, unë e di që ju e udhëheqni edhe një podcast Po, vërtet. në përditshmërinë tuaj. Si po ju shkon? Mirë shumë, kemi Me doktor, me mjek të Po, me fushës? mjek. Po? Me mjek të fushave ndryshme. Është një podcast i cili nga mjekët ju dedikohet mjekëve. Do të thonë nuk është një podcast i cili u dedikohet popullatës së përgjithshme. Marrim patologji të ndryshme dhe diskutojmë nga aspekti mjekësor. Sa ju ndihmon kolegëve tuaj ky podcast? Është vlerësuar shumë për shkak se mendoj është i parë këtij lloji, këtij niveli. Një komunitet të caktuar. Po, cili dedikohet vetëm për mjekët. Ne marrim temë caktuar, për shembull sulmin e zemrës, po trajtojmë nga aspekti Profesional, profesional, për shembull banat që duhet të jepen, dozat që duhet të jepen, kriteret diagnostike, kriteret për kriteret për më shku në sallë, cilat kriteret për pranim në spital. Do thonë janë gjëra profesionale që njerëzit që nuk janë atë fushës, ju duken do thonë kozmos. Po, sigurisht, sepse terminologjia mjekësore është shumë e rëndë për qytetarin e thjeshtë nuk i del. Po. Kështu që ka qenë përpjekje ime thjesht që komunikimin profesional me ngritë në nivel më të arsyeshëm. Ka qenë përpjekje ime që ma sa ka mundësi të ndihmoj mjekëve në shkëmbimin e përvojave, sidomos përvojave kritike, përvoje vitale, këshilla vitale që janë për mjek. Ka qenë një përpjekje ime që të njihem me sa më shumë mjek me kolegë të ri. Kështu që ato 6 epizode të cilat i kemi bërë kanë qenë mjaft janë pritur shumë mirë. Për momentin jemi duhet bëni pauzë, përmendëm edhe më herët, po shpresoj që shpejt do të rifilloni dhe unë shpresoj që po për shkak se është pritur shumë mirë dhe ta zhvilloni sa më shumë këtë qëllim tuaj që e ke bërë me shumë devotshmëri dhe ti ndihmoni profesionalizmit tuaj, sepse mjeku për mjekun ka shumë nevojë, aq shumë nevojë sa ka edhe për qytetarin. Sigurisht, ato përvojat, bisedat mes mjekëve, konsultimet, shkëmbimet e njohurive janë kjo ndihmon në një marrëdhënie të shëndetshme mes kolegëve. Po. Ky lloj i podcastit. Fatkeqësisht në Kosovë kemi pak një problem me komunikimin mes mjekëve, është pak një problem në komunikim. Shpeshherë ky komunikim kalon edhe nivele jo profesionale, jo të duhura. Kështu që thjesht kam pas dëshirë me dhënë një shembull të mirë të një komunikimi profesional ashtu si duhet me qenë. Edhe është prit mirë për kolegëve. Doktor, unë falenderoj shumë që gjithë nga koha juaj e pakt për të ardhur këtu në podcastin Shëndetin Rend Par. Dhe vjen mirë që jeni rikthyer sërish në vendin tuaj për të dhënë kontributin tuaj profesional, por gjithashtu edhe jeni bashkuar me familjen tuaj për të vazhduar jetën e më të tjeshme. Gjithashtu ju uroj dhe shumë suksese në profesion dhe ta ruani qetësinë tuaj shpirtërore në të gjitha rastet emergjente që ju vinë në repartin tuaj. Më falenderoj edhe juve. Ishte kënaqësi, ishte një bisedë për mua mjaft e këndshme. Edhe ju uroj shumë suksese edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim me doktoren e mjekësisë emergjente, Petrit Mulaku. Ne do të shihemi në
epizodat tjera të shëndetin rend parë. Mos të harroj që ky podcast sponsorizohet nga United Hospital.